Në Shqipëri, drejtësia shpesh duket se nuk funksionon mbi bazën e ligjit, por sipas ndikimit të pushtetit. Rasti i zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ish zëvendës ministres Rovena Voda është shembulli më i qartë i kësaj pabarazie. Të dyja janë gra dhe zyrtare, por trajtimi i drejtësisë ndaj tyre është krejt ndryshe. Voda u arrestua dhe u dënua për disa dhurata simbolike dhe një celular, ndërsa Balluku, e akuzuar për abuzim në tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë rreth 50 milion euro, vazhdon të ushtrojë detyrën si ministre dhe zëvendës kryeministre. S'pak e ka marrë të pandehur, por pa e pezulluar nga detyra, duke ngritur dyshime për ndikime politike apo frikë institucionale. Ndërkohë, hetimi që përfshin manipulime të tenderëve dhe favorizime të kompanive të caktuara, rrezikon të komprometohet çdo ditë që ajo mbetet në zyrë, duke pasur akses në prova dhe vartës të përfshirë në hetim. Ky kontrast midis ndëshkimit të dobëtit dhe mbrojtjes së të fortit tregon një drejtësi selektive, që mat me dy peshore, një për ata pa pushtet dhe një tjetër për ata që e mbajnë. Në një vend normal, një zyrtar nën hetim për korrupsion do të pezullohej menjëherë, por në Shqipëri, drejtësia ende gjykon jo sipas ligjit, por sipas emrit depozitës së të akuzuarit.